Vlerësimi dhe numërimi i votave të diasporës ka përfunduar. Mesditën e kësaj të martë u numërua dhe vota e fundit që shqiptarët jashtë vendit kishin hedhur në kutit që i përkisnin qarkut Elbasan. Vota e diasporës ndikoi jo pak në shpërndarjen e mandateve për partitë politike, ashtu edhe tek shansi i kandidatëve për deputet në listat e hapura për të fituar një ulse në legjislaturën e ardhshme. Procesi i numërimit të votave preferenciale brenda vendit, ashtu si dhe ato të diasporës, shkaktuan dyshime tek disa kandidatë për deputet, por socialistët Xhemal Qefalia dhe Etilda Gjonaj, pavarësisht se kishin depozituar kërkesë në Komision Qendror të Zgjedhjeve për të marrë pamjet filmike, hoqën dorë pas apelit të kryeministrit. Vetëm Blerina Gjylameti ka marrë materialet video. Për kandidatët socialist, drejtuesi politik për diasporën Taulan Balla deklaroi se transparencën në proces e kryen Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në një fazë të dytë pas këtij momenti, është vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i cili përzgjedh një pjesë të kutive të votimit në gjithë territorin, rreth 1/10 e kutive të votimit të gjithë territorit që do bëj transparencë. Kështu që t'i lejmë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ta bëjë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve këtë transparencë. Ndërkohë që mos harroni që Kodi Zgjedhor përcakton shumë qartë që palët që mund të bëjnë hakimime janë vetëm partitë politike. Në legjislaturën e ardhshme do të zënë vend edhe parti të reja, me të cilat sipas Ballës, mazhoranca është e hapur të dialogojë për reformën e ardhshme zgjedhore. Përgëzime partive të vogla që din të respektojnë vullnetin dhe ato që janë përfaqësuar në kuvend, bujrum në shtator të ngrejmë Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe të adresojmë të gjitha rekomandimet e OSBE-Odirit. Do t'ulenin kryes me ta nëse do të kenë kërkesa pra? Shikoni, puna e parë që ndodh në kuvend në shtator të çdo viti pas zgjedhjeve është ngritja e Komisionit të posaçëm të Reformës Zgjedhore. Kështu që të gjitha pretendimet të ngrihen aty. Në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u numëruan 2 kuti votimit të qarqeve Durrës dhe Elbasan. Edhe në këto kuti, Partia Socialiste kishte marrë më shumë vota. Në kutinë e Durrësit, Partia Socialiste fitoi 128 vota, kurse Partia Demokratike 88, ndërsa në atë të qarkut Elbasan, socialistët morën 208 vota dhe Partia Demokratike 57.